Teksa kardinalët pritet të mblidhen në kapelen Sistine, presidenti amerikan Donald Trump ka komentuar në lidhje me zgjedhjen e Atit të Shenjtë. Presidenti amerikan, duke bërë shaka, u shpreh se do të ishte zgjedhja numër 1 për të qenë udhëheqësi i ardhshëm i Kishës Katolike. Si pap, do të doja të isha pap. Kjo do të ishte zgjedhja ime numër 1. Kur u pyet se kush duhet ta zëvendësoj Papa Franceskun, Trump tha: Nuk kam preferencë. Mund të them se kemi një kardinal nga New Yorku i cili është shumë i mirë, kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë. Kardinali Timothy Dolan, kryepiskopi i New Yorkut, nuk është në listën e pretendentëve të mundshëm për vendin e parë. Një tjetër kardinal amerikan është edhe kardinali Joseph Tobin, kryepiskopi i New Jerseyt. Në histori nuk ka patur kurrë më përpara një pap nga Amerika. Dolan gjithashtu drejtoi ceremoninë për Papa Francesku në katedralen e famshme të Shën Patrikut në New York City në datën 26 prill. Kardinalët kryesorë të Papa Franceskut përfshin kardinalin Luis Tagle të Filipinave, kardinalin Peter Erdo të Hungarisë, kardinalin Fridolin Ambongo të Republikës Demokratike të Kongos, Pietro Parolin, sekretarin e Shtetit të Vatikanit, si dhe kardinalin Pier Battista Pizzaballa, patriarkun latin të Jeruzalemit. 7 maj është dita kur do të fillojë konklava. Atë ditë në orën 10, kardinali Giovanni Battista Re do të drejtojë meshën, ndërsa në orën 16:30 kardinalët do të hyjnë në kapelen Sistine për të bërë betimin e besnikërisë.